Mirëmëngjes. Prova bram të bëj këtë kështu me undë me çorape. Hitless Girl Strap. Mos ke para kohë, por okej. Ja, okej. Herë tjetër, më që të mbaj më shumë. Ja, okej. Ja, prit se këtu më shtë. Po pëlqej. Inshallah po mbaj. Se do dalë që të kemi një event ku dhe shkojmë. Vintage Vino Kill. Të më thënë që shqip në robat vintage në bas të killes. Të e marrë me vetë normalisht. Edhe do jetë i bëjmë klokët shumë. Kënqë. Më pëlqej. Ha. Mund të ishtë më mirë, po mund të ishtë më keq, por gjithsesi më pëlqej. Mendoj se herës tjetër do t'i vëmë ndonjë spray ose diçka që të mbajnë më shumë ose çorapa më që mos të skiten, se mos skiten ndryshe gjatë natës, ose sot mëngjes me harbër rrotull sa ndaj. Por më pëlqej tani të bëjmë gati se do ikim te efekti. Mirëmëngjesi. Është ora 8:30 dhe unë duhet të bëjmë gati sepse sot do ikim në një event shumë të lezetshëm me Gjulien. Burri Gjulis na ka bërë biletat dhe mezi po pres. Kemi 2 javë që mezi po e presim Gjulien mbi gjithja, shumë e lumtur. Unë kam dritën e fikës si thënë ju, por mbi gjitha, sepse me që fletë krevatin gjithër me mua, janë që fëse shihni, ja kështë. Edhe po zgjova unë e do dritën fikur, dhe kush jam unë të zgjoj macen me dritë. Dhe unë jam qenie njerëzore, dhe si qenie njerëzore, gabova kësaj herë ra shpreh e marketingut, që po shija për aknen, super gjëra ashtu kështu. Dhe ndryshova rutinën time të skincare-it, ndryshe nga ajo që më dha dermatologja. Do të thënë nuk se e ndryshova, por më kishte marruar krema që më dha dermatologja dhe thash hajt më blej këto që sugjerojnë këtu kaq shumë se gjithë. Wow. Gjendja. Okej, se këto janë për tharë, thjesht do kohë të ikin shenjat aknes, por këto po për tharë, njerëz nuk e di, pata një splurge, ata një acarim total të lëkurës, që o zot thash shtesha. Por dua dhe gjithashtu të them që unë e verifikova atë trenin. Po di nga merë. E verifikova atë kremin dhe faktikisht kishte përbërës acne safe. Dhe çfarë dua të them është që dermatologja e mbaj mend kur më dha në fillim kurën që fillova ta përdorja, që ndryshova komplet rutinën ajo që kisha nga ato që më tha dermatologja kur më dha në fillim. Madje mbas 2 javësh e mbaj mend që e kam çuar mesazh në WhatsApp. E kontaktova dhe me thënë dhe i thash doktoresa, thash, ka diçka që nuk përshkon sepse mua po më shtojnë akne, thash, po më bëhen, ke parasysh kur dalin që duhet i ngacmosh, edhe dha shumë e kelb, se shpifur, nuk mund t'i mbash, sepse nuk është estetike, kuptoj për ashtu, por nuk mund të dilja me lëkurë me. Tha, është okej, thash, nëse normale i bie që kura po funksionon, thash sepse çdo gjë që është brenda, domethënë inflamacioni që kam, po del jashtë, sepse ka nevojë si punë detoks, e ke parasysh të shplahet. Thash, okej. Dhe faktikisht, dita ditës, fytyra ime, deri para diku 2 javësh, ishte pothuajse akull. Kështu që këtë shpresën kam edhe këtu, sepse faktikisht kjo po përthahet, nuk e keni idenë si ishte, por këtë nuk më lëngi ishte, kjo është faji im, gabimi më i madh, më tha dhe dermatologja tjetër se kur të kesh lëkur akull, po i ngacmove qoftë po shumë të vogël, kështu që e di që kjo është gabimi im këtu. Por, kam fjallën, ishte aq keq dhe mami Gjuli tha, pse që ka acaruar kaq? Që mendoj, edhe pas e lexova edhe në internet, që mbas një kërkimi, që lëkura, kur vazhdon përdor një krem që i bën mirë, reagon në që t'i nxjerr çfarë ke brenda. Po e mbaj veten me shpresë në atë pikë, edhe të shoh tani si do reagoj kjo pjesa këtu, edhe kjo pjesa këto 2 javët në vijim. Edhe do ju të regoj për kremi, pastaj gjëse ja vlen, apo si vlen. Tani duhet të bëjmë gati. Gjithsesi unë jam gati. Këtu mbrapa me Gjulia me arbërin. Kemi vesh të dyja diçka me unë badi, ndërsa Gjuli kështu. Edhe me si po presim të dalim. Njerëz, realisht make-upi kam mbuluar gjitha puçrat, jam shumë e kënaqur. Ka goxha përmirësim, duhet themi nga dita ditës, vërtet? Po, shumë. Unë thjesht kam bërë buzët shumë tarta. Si mendon ti? Jo, ku e ke tërta, nuk e shef ngjyrë rozë të buzët ti? Mija, kjo tuja. Tuja, as rozë, e këtë kuqe. Mërë, kjo mami jotë më birë. E mos qesh, është daltonike. Unë jam e bindur që gjithsesi buzët e mia janë pak tërta, por Gjeni thot jo. Shtu që, ja, kur dalim në tjetër.
Bëra atë, si që thash, po mban akoma, mendoj se s'do mbante në këtë pikë, po mban akoma gjithsesi. Voilà. Erdhëm njerëz dhe venuja brenda ishte yll, nuk e di, më pëlqeu shumë, është te një hotel, tani do ta shkoj, Grand Hotel Guangxi, nuk e di nëse. S'po e lexoj dot mirë atë. Dhe kishte jashtëzakonisht shumë njerëz. Okej, ky është hoteli. Ku bëhet eventi, edhe kishte realisht shumë njerëz. Gati të harxhosh ca lek. Po më pëlqeu në gjë besoj se do të harxha. Alfish që pastaj do harxojmë goxha lek. Jam shumë kurioze. Orë, nuk hyesh nga ti para? Jo, hye edhe nga këtu, mund të hye edhe brenda hotelit, po hyrja është këtu. Në që si gjete jo? Do peshojmë të gjitha pastaj. Giulia është fiksuar me Jinx, kështu që të Jinx edhe kemi. Kjo dërgoj pak vëndin. Okej, ka shumë njerëz. Marrë na interist. Kështu që ka hyrë. Kështu që ka shumë. Ajo që ka shumë e bukur. Do shkoj gjej një xhaket për veta. Si këtë tonaliteti e kam një. Po. Për mamin. Po. Shko masën. Okej, qem ka. Sa turist? Turist normal që ata gjën lekë. Jemi të parajsa e Gjuliës, çanta dhe portofola. Ajo që nga e bukur. Që nga mërte e bukur. A pesojmë në këta. Po ti ke frikë nga gjerprinjt. Kujdes për një. Try on session. Yes. Në dhe të tani vë dik. Aja dalim më vijgjë. Arpa, të vishme të të dalim. Geng. E provoj hera të Ronaldo. Prova që edhe i ka hequr pastaj. Se mos më ndonjë që ke dalë pa pagur. Jeta ime. Jeta mami. Sa mendon se do fitoj? Harxhosh. Një ide. Ti sa mendon se do harxhosh? 20 euro. Ai që dhe ti. 20-30. Unë nuk e di sa do harxhosh. Që se e kilo sigurato. Unë harxhova 29 euro dhe një shakur 20. Sa thash? Zonjë, falni. Sa thash unë thash se? Jo, ti the 30. Jo, 20. Alti sa 30. Nuk e prisja, mendoja më tëgj, po ka marrë tëgj xhaket shumë bukur. A dish, sirë më tohet që më viz. Ne u rikëthyem në shtëpi, hëngrëm drejt të shtëpia ime, Giulia erdhi te shtëpia ime dhe duke qenë se tani do dalim prap pas dreke, do pim një kafe shpejt dhe përfitojmë t'ju bëjmë një haul. Por para t'ju japim mendimet tona për atëherë. Dikush kishte thënë që nuk jam lënë sepse ka gjëra të vjetra. Atëherë, si fillim kishte gjëra të vjetra që i shikoj dhe the, por kishte edhe gjëra të mbajtura me vërtet shumë mirë që ja vlen ti blesh. Dhe faktikisht një duhet kërkoja goxhatën në drejtë. Një nga mundësitë që të japin atij është që nëse do të çesësh jo fast fashion, rroba të markave, duhet të jenë të mirë mbajtura, të lara dhe gjëra të tilla. Kështu që automatikisht nëse kërkon, do gjesh edhe gjëra të mirë mbajtura dhe gjëra që ja vlen. Ato që ne vlen, kërkuam, kishte disa që na super pëlqyen, por pikërisht janë pak të përdorura. Kështu që nuk i vlen, paçka të na pëlqyen për shkak. Ishte një dy gjëra, për shembull, më pëlqen shumë një xhaket jeans, shumë më pëlqeu, por Giulia me Kunatin tha që faktikisht jep atë vibe-in si goxha e përdorur. Kështu që kishte të dyja mundësi. Është vërtet që ngjanin sa të përdorura, por për mendimin tim është një mundësi shumë e mirë. Gjen rroba të markave, të lloj markave, me çmime që në dyqan atë do bleje vetëm një kapo. Domethënë, jo problem. Vetëm një veshje. Giulia, atë, ky është imi, ky fundi është imi. Super. Nuk e keni ide sa i lehtë. Shumë material i lehtë në drejt. Këto janë, këto i bleva Ronaldos, këto Jordan. Edhe këto gjenë si të reja, nuk keni ide. Sa material, që nuk është sa material i mirë janë.
Këto I bleva unë. Unë të duken si të gjëra, për shembull, por të vinë tu të bele dhe ishën fantastike. Materiale shumë I mirë edhe janë të mirë mbajtura. So brava. Edhe unë e mbyll me një bluzë më ultra levi. Levi. O Levi, lezoni si të donë, unë e them Levis. Shqip. Është e mirë mbajtur dhe mua më duket I mirë. Gjula, për këto 3 gjëra vazhdoj 20 euro për dolar. Ndërsa unë bleva ato tutat për marrë. Gjërat janë në bazë të peshës. Ndërsa unë bleva ato tutat për marrë, bleva të. Njerëz, kjo është gjaketa më yt që kam parë. Kjo mua më pëlqen shumë detajet që kishte. S'ka gjë, të detajet që kishte te manga. Është sikur ja ka prerë dikush me dorë, ja ka qepur falë, ja ka qepur sa buksa më pëlqen. Këto detajet që kombinojnë kështu, nuk e di, mua më pëlqeu shumë. Është edhe doja një jaketë zezë. Si që do jetoj në Angli. Kështu që kjo jesë problem. Po edhe doja një jaketë të zezë, por që jo të ishte oversize, se e kam një oversize të H&M, doja diçka pak më klasike dhe me pantallona. Edhe kjo me këtë detajin këtu super pëlqeu, edhe duket sikur është veshur besoj një 2 herë e shumë. Edhe atë pecë fort. Edhe këto. Ishin super. Si modeli si aty që kam unë I propis. S'ka që se doj la gjithësi. Normal. Dhe ky pantalloni, marka është Tel. Jo. Marka është si po Tel. Mikromatik. Nëse si njoh, unë këto marka nuk I njoh, përveç Jordan nuk I njoh. Është unë nuk më njoh shumë materiale, po. Është si punë linoje, pak më I rënd do thoja. Pantallon shumë I mirë për mendimin tim. E vetëm gjë që më bëri ta mendoj 2 herë është roza e zvet, sepse do goxha kombinim, por është roza ëmbël e bukur. Por mendoj që ja vlejti. Unë harxova 49 euro pikërisht sepse xhaketa ime për shumë pak duke qenë se ka ato togza të kështu. Harxova 48 euro të bëri çantë, qesja. Më falni, 48 sepse 1 euro bëri. Kjo ishte eksperjenca jonë, edhe unë mendoj që nëse ka mundësi çdo vit do e bëja. Dikush pyeti te viti që vjen në TikTok para se e lexova për zë, ku bëhet në Italian Nation ta në Luka, por e di që ka në Genova, e di që ka në disa qytete në Itali. Ka kudo në Europë. Në Trento duket nëse s'gaboj, por me bazë janë gjermane. Ka në Finland, ka në Zvicër, ka në Spanjë, ka në çdo shtet që ka vintage lovers. Kështu që kjo ishte. Nëse e gjeni në qytetin tuaj, kërkojeni vino kilo. Ja su problem për mendimin tim sinqerisht. Kishte portofola, kishte syze. Ne gjetëm biletën falas, sepse kisha mundësinë të jepte edhe mundësinë të nëse e gjen një kohë limituar mund të prenotoje biletën falas, kështu që ne jetëm biletën falas. Por gjithsesi edhe më lira ishte 3 euro. Nuk ishte e shtrenjtë, nëse hyj atje, shkoj atje dhe nuk kishe biletë, paguaj thjesht 3 euro, kështu që është okay. Unë ai sugjeroj po. Ky ishte një vlog, shpresoj të ketë pëlqyer, një vlog pak më ndryshe, jashtë komfortit zonës tonë, sepse ne mendoj që mund të ishim të vetëm aty që me kamerë. Okej, dhe me kamerë, po kam fjalën që për veshën, ju e dini, nuk e se kemi në një... Unë jo, s'kam ti. Shkojmë gjithmonë të gjërat e sigurta që na bëjnë ndjenim, jo? Kështu që ne na pëlqeu, shpresoj të ketë pëlqyer edhe ju presim në komente, mos harroni të na ndiqni, të bëni subscribe, të na rekomandoni nëse doni, të bëni share, sepse më besoni. Po vjen disa video. Faleminderit shumë për dashurinë. Ju dua. Ciao.